me mendje të ndarë që bëjnë kurban 2 autorin dhe jo veten. Rrëfimet kanë nisur të mbahen shënim dhe të dorëzohen në zyrat e duhura. Ndoshta një Nesti Angoni që flet edhe anglisht, po aq sa Charles po punon me 3 turne për trafiqet, koncesionet, inceneratorët, investimet strategjike, lejet e kullave dhe rizortet e bandave. Ai gjatësinë e di. Halli vetëm i pasgjithshëm i Edi Ramës është narkoqeveria, kartelet e kokainës, lidhjet me të dhe njerëzit e tij, ndërsa në Venezuel tek vëllai i tij Maduro, CIA ka marrë porositë e duhura, lista zbrek tek radha, të cilën e ka bërë gati DEA, e ndodhur në Tiranë prej 3 ditësh. Të gjitha akrobacitë në Shqipëri ka në këtë funksion për të ndërtuar alibin se goditjen finale nuk e ka nga trafiku i narkotikëve dhe dosja e madhe e ndërtuar për rreth tij ka inate verore. Prandaj bëri Gjoja budallaj në Danimark duke ironizuar presidentin amerikan në dialog me atë francez, por Macron mori mesazh tjetër për atë rrëshqitje. Prandaj Rama u tur për të bërë zgjedhje vendore me çdo kusht në Tiranë dhe të shfaqet si fitimtar i përhershëm. Ndaj solli Ursulën për barsoleta suksesesh në Tiranë dhe investimet do të bëhen në Maqedoni dhe Serbi. Ndaj bën zëdhënësin e Soros në përçoka periferike, duke u vetë konsideruar në tavolinën anti-Trump. Ndonë se vitin e kaluar tentoi të ikte nga klani, por nuk e lanë vëllezërit aty. Për sheshi, kodin penal me 900 nene rokupuj. Bëri kthes nga gjinia shumë fisht, Gjoja është konservator në tetor, përpiqet të fuzë duar në zgjedhjen e drejtuesit të ri të strukturës së posaçme, megjithse e di se ajo është një tokë e premtuar amerikane. Ndaj të lëndisi presidentin si roje nate dhe si postier të letrave shkruar nga vetë kryeministri, duke nxjerrë dekret pas dekreti dhe dërguar letra kanosjeje gjykatës kushtetuese. Në rrëmujen ku është shushatur, shpiku miting nacionalist duke ftuar shqiptar nga Maqedonia dhe Kosova, duke tentuar faktorizim në rajon pas dështimit me mbylljen e Ballkanit të hapur. Mediat amerikane nuk janë ndajnë duke e quajtur narkoqeveri. Altin Dumani e tha në kuvent se për Charles me Gonigal janë bërë veprime hetimore në vend dhe priten edhe të tjera nga Amerika. Sigurisht, aty ka dhe ministra dhe biznesmen të tjerë në brendësi. Ka përfitime ekonomike ku dalin edhe duar të ish ambasadores amerikane në Tiranë, Yuri Kim dhe ngjarje shërbimesh me rus dhe kinez. Dumani 2 ditë pas këtij deklarimi shkon edhe në Bruksel, ku janë disa dosje të rënda trafiku të kokainës. Aty është dhe Aruba dhe Toyota, edhe Çopja, edhe shumë të tjera. Një inventar miliarda euro ku kryeministri ka hapur shteg pastrimi me leje të shumta ndërtimi. Rrëthimi nuk ka lënë derhapur. Vartësit, ministrat janë kusur në këtë operacion anti-Maduro, Rama dhe Noriega. Kërkesa e presidentit kundrejt gjykatës kushtetuese dhe pyetjet e Zexhines kundrejt kreut të Spakut, ku edhe një shimpanze nëse do të ishte stërvitur, mund të kishte formuluar pyetje më bindëse, qartësoi një ligj të pashkruar socio-psikologjik, i cili po prevalon në shoqërinë tonë. Pushteti të keqes ka nevojë për budallallëkun e të tjerëve. Të kuptohemi, ka qenë njerëzore që kanë një intelekt të jashtëzakonshëm dhe të shkathët, por megjithatë janë budallënj, sikurse edhe të tjerë që janë intelektualisht mjaft të mërzitshëm, edhe mund të klasifikohen në gjithçka tjetër përveç se budallënjve. Budallallëku për të cilin po flasim nuk është një defekt i lindur, por në rrethana të caktuara. Njerëzit bëhen budallënj sepse ata e lejojnë që kjo të ndodh. Budallallëku në këtë rast është arroganca dhe vetmashtrimi të bashkuara në një formë të vetme, duke transformuar njeriu në një mjet pamend që është i aftë për çdo të keqe dhe në të njëjtën kohë i paaftë për të parë se është e keqe. Ndaj budallallëku në këtë rast është një problem sociologjik. Budallallëku është armiku më i rrezikshëm i së mirës, madje më i rrezikshëm se e keqja. E keqja gjithmonë mbart brenda vetes embrionin e përmbysjes së vet, pasi tek qenjet njerëzore ajo lë pas një ndjen shqetësimi. Mund të protestohet kundër së keqes dhe nëse është e nevojshme, ajo mund të parandalohet me përdorimin e forcës, ndërsa ndaj budallallëkut ne jemi të pambrojtur pasi as protestat dhe as përdorimi i forcës nuk na ndihmojnë për t'i ndaluar ato. Arsyet bien në vesh të shurdhër, faktet edhe kur janë të pakundërshtueshme, lihen më një anë si të parëndësishme, si të rastësishme, madje në momente kur ballafaqohet me faktet e pakundërshtueshme, budallënjt bëhen kritik. Por ndryshe nga keqdashësi, budallai i cili është plotësisht i vetkënaqur bëhet i rrezikshëm duke kaluar dhe në sulm. As budallallëkun ashtu si të keqen nuk e perceptojmë si kërcënim për shoqërinë, për sa kohë që nuk kanë pushtet. Por në këtë vend gëlojnë shembuj kur budallënjt janë ngjitur në maj sepse pushteti i së keqes kërkon njerëz të heqin dorë nga disa aftësi të nevojshme, si pavarësia, i menduar i
kritik dhe reflektimi, ashtu si delet në një fushë, një person budalla mund të udhëhiqet, drejtohet dhe manipulohet për të bërë çfarë i kërkohet. Pothuajse çdo fjalë që shqipton, Zexhinea pasuron një kapsllëk të mendimit të nivelit më të lartë, e nëse do të kishte një olimpiadë të absurditetit, letra e presidentit të Republikës drejtuar gjykatës kushtetuese do të fitonte medalje në art. Të dy, pa dallim si Zexhinea dhe presidenti mundësojnë përjetimin e së keqes në pushtet, ndaj ka ardhur koha që duhet të ndërgjegjësohemi sa më shumë dëm shkakton një idiot i fuqishëm se sa një band intrigash makiaveliste. Të dashur qytetar, sot mora raportin e përtitësuar të konvergjencës me BE-n. Pra, kur ne bëhemi si BE-ja, kam një lajm të mirë dhe 7 lajme të këqija, një për çdo ditë të javës plus një bonus. Lajmi i mirë, nuk jemi vetëm, kemi edhe 5 vendet e tjera të rajonit me vete. Lajmet e këqija, jemi 100 vite larg. Dhe kjo nuk është metafor, është një loading bar që nuk lëviz, por vazhdon të konsumojë energji. E kuptuat? Kemi 100 vjet që shkarkojmë një file 1 megabajt. Në ekranin e saj diella lexon me zërin metalik pothuajse optimist. Ekonomi 53 vite pas BE-s. Pra në ekonomi do të bëhemi si Europa në vitin 2078. Qeverisje 64 vite. Këtë nuk e pranoj. Që në qeverisje të arrijmë standardet në vitin 2028, 100 vite pas rënies së murit të Berlinit, është fyerje për kapacitetet tona qeverisëse dhe për reformat e panumërta. Digitalizim 9 vite. Jo keq ta diella, i bie në mandatin e 7 të diellit ose mandatin e 3 timen. Edhe pse qenie pa emocione, diella kuptoi se serveri nisi të kollitej dhe njerëzit në sallë filluan të shikonin orën dhe të kruanin kokën. Deri këtu mirë, tha diella, sepse këto janë fusha ku mund të vëm task force, roadmap dhe monitoring dashboard. Ja kemi marrë dorën, kemi 35 vite që bëjmë task force. Edukimi diverging, do më thënë që nuk jemi askund. Diella këtu she me habi si një kompjuter që sapo e kemi hequr spinën. Mjedisi, më shumë se 100 vite, pra Shqipëria do të jetë gati kur toka të jetë bërë planeti i dytë i Venusit nga nxehtësia. Infrastruktura më shumë se 100 vite, pra ne do të ndërtojmë autostrada vetëm kur makinat të kenë filluar të fluturojnë. Qenë kemi ka të ndisur shumë mirë, tha diella. Diverging është fjala më e bukur dhe më e trisht që kam lexuar sot, tha diella. Do të thotë se nuk po shkojmë as drejt as mbrapsht, por po rrotullojmë rreth vetes. Diella fut në modalitetin e inteligjencës artificiale, modalitetin panik dhe pyet veten çfarë mund të bëj personalisht që të mos jemi 100 vite prapa dhe 50 vite anash. Nga që ka mbetur pa tekst, diella e mbyll me buzëqeshjen e saj të programuar për kriza, një buzëqeshje që duket si një gabim sistemi. Në 2027 do mbyllim kapitujt e negociatave, por me këtë ritëm kapitulli i edukimit do të hapet nga stërniprit e qenjeve biologjike ose siç i thot diellit copave të mishit. Në 2030 hym në BE, por vetëm nëse BE hyn paraprakisht në metavers. Por të nderuar qytetar, ju mos u mërzitni, siç thot dielli, qeverisja është e vështirë, 5 deri në 6 mandatet e para, e ndërsa jeta vetëm në 100 vitet e para. Në listën e prezantuar nga Bardhi, shkelja e dytë e Begajt është kërkesa që i ka bërë për ndërprerjen antikushtetuese të mandatit të gjyqtares kushtetuese Sonila Bejtja. Partia Demokratike, nëpërmjet kreut të grupit parlamentar Gazmend Bardhi, formalizoi këtë të mërkur kërkesën për shkarkimin e presidentit të Republikës Bajram Begaj. Opozita ka gjetur të paktën 7 shkelje të rënda të Begajt, që nga shkelja e kushtetutës për dekretimin e zgjedhjeve në Tiranë deri tek përfitimet personale dhe familjare në konflikt interesi. Në listën e prezantuar nga Bardhi, shkelja e dytë e Begajt është kërkesa që i ka bërë për ndërprerjen antikushtetuese të mandatit të gjyqtares kushtetuese Sonila Bejtja. Sipas Bardhit, presidenti ka ndërhyrë dhunshëm dhe brutalisht në pavarësinë e gjykatës dhe ka investuar kushtetuesen në tejkalimin e kompetencave, duke krijuar gjendje pasigurie për të gjithë trupën gjyqësore. Në mënyrë të përmbledhur, Gazmend Bardhi turpëroi hapur dhe publikisht qëndrimin e Begajt për interpretimin e kozgjatjes së mandateve të gjyqtarëve kushtetues. Detajet që i rendit Bardhi kanë qenë të pastra që në kohën ku Begaj dorëzoi kërkesën e tij në janar 2025, gjyqtarët kushtetues dhe pa u thënë Gazmend Bardhi e kuptonin lehtësisht se ajo që kërkonte presidenti ishte tërësisht alogjike. Megjithatë, ata gjyqtar që presupozohet se njohin kushtetutën më mirë se kushdo tjetër, do të mblidhen në 16 tetor për të shqyrtuar kërkesën e Begajt. Kjo histori ka nisur më herët kur një
treshe gjyqtarësh kushtetues vendosen që të kalonin atë kërkesë për shqyrtim para të gjithë kolegëve. Kërkesa e Begajt ishte dhe është jo kushtetuese. Tashmë këtë gjë u tha gjyqtarëve dhe Partia Demokratike. A u ka mbetur gjë gjyqtarëve kushtetues për të shqyrtuar? A ka vlerë që ata të mblidhen dhe të bëjnë sikur po shqyrtojnë hallet e mëdha të shtetit për një kërkesë që është dukshëm jo logjike, pa bazë kushtetuese dhe ligjore dhe me lajthitje në objektiv? Disa prej gjyqtarëve që kanë marrë në dorë kërkesën e Bajram Begajt e din dhe e njohin shumë mirë ping-pongun antikushtetues që është bërë për të ardhur në këtë ditë. Këto janë të dokumentuara edhe në media. Nderi i detyrës së lartë u kërkon që të tërhiqen nga ajo seancë dhe t'i kthejnë dokumentat Begajt si një kërkesë të turpshme. Por a e kanë këtë integritet? Jo logjike dhe lajthitje në objektiv. Kërkesa e Bajram Begajt është jo logjike dhe siç thonë juristët ka lajthitje në objektiv. Gabimi logjik ai kërkon nga kushtetuesja që të interpretojnë parimin e përtëritjes 3 veçare të mandateve të antarëve të saj. Begaj duket se nuk e ka të qartë që gjykata kushtetuese investohet vetëm kur ka konflikt kushtetues. Në rastin konkret nuk ka asnjë konflikt atij niveli, vetëm presidenti thotë që është i paqartë. Begaj është tërësisht jashtë kohës me këtë kërkesë. Ai referohet një neni në ligjin organik të gjykatës kushtetuese për përtëritjen, i cili i ka humbur efektet që në vitin 2022. Për më tepër, ajo procedurë është rrëzuar edhe nga Komisioni i Venecias në një opinion të vitit 2020. Lajthitje në objektiv. Begaj ka vënë në shënjestër mandatin e gjyqtares në detyrë Sonila Betja, si dhe atë të gjyqtares së dorëhequr Elsa Toska. Për këtë ai thotë se referohet në nenin 179 fraksion 3 të kushtetutës. Ai nenu referohet mandateve të 2 gjyqtarëve të tjerë, Holta Zaçaj dhe Sander Beci, por Begaj edhe në këtë rast ka bërë lexim gabim. Presidenti ka në tavolinën e tij dekretin e firmosur nga paraardhësi Ilir Meta, që emëron antaren Sonila Betja për plotësimin e vakancës së krijuar nga largimi i gjyqtarit Besnik Muçi, i cili ishte zgjedhur për një mandat të plotë deri në vitin 2028. Mjaftonte që të lexonte atë dekret për të mos e futur veten në qorë sokak kushtetues dhe ligjor. Sonila Betja, ashtu si edhe Elsa Toska, e kanë ditur që në momentin e emërimit se po kandidonin për një mandat të plotë. Kjo dieni është garanci për pavarësinë e gjyqtarit. Këto e thoshte edhe Sokol Sadushi në vitin 2011, kur ishte vetë gjyqtar kushtetues, ndërkohë që sot është njeriu që ka nxitur Begajn për të rrëmbyer mandatet në kushtetuese. Por tani Sadushi nëpërmjet Begaj tenton të ndërpres dhunshëm 2 mandate të plota në gjykatën kushtetuese. Tashmë gjyqtarët kushtetues janë thirrur për të shndërruar gjykatën në një bagje të Sokol Sadushit. Ata kanë mundësinë që të tregojnë me integritet moral dhe profesional, por që ta dëshmojnë këtë, ta anulojnë atë seancë e cila, siç u tha Gazmend Bardhi, bazohet mbi një kërkesë të turpshme antikushtetuese. Mirëmëngjes, zoja zotëri, mirë se vini në kafe sheto për ditën e sotme, një ditë e lavdishme këtu të ne. Mirëmëngjes për Greta Doganin. Mirëmëngjes, Flavio, faleminderit. Është ditë e lavdishme, padyshim, është dita botërore, ta nisim kështu në bashkësi më të madhe. Harrova që ti je përgatitur ndryshe për emision mëngjesit, po. Kemi kaleidoskopin. Rrugës do përgatitemi dhe më mirë. Po është dita botërore kundër eliminimit të varfërisë. Ndoshta apo s'ka lidhje me ne? Nuk ka lidhje me ne. Një popull që ka prodhuar Nën Terezën, ke idenë sa varfëri do të prodhosh që të kesh një Nën Terezë? Atëherë gëzuar? Dhe një popull që ka hobi Elvis Naçin dhe ata Ajdarin? Një popull që i kuron qytetarët e vetë vetëm kur mblidhen bashkë qytetarët për të dhënë lëmosh? E vërtet. Ne nuk na mbulon kjo. Është dita botërore kundër varfërisë minus Shqipërinë. Nuk kemi lidhje me këtë. Por diçka për të menduar, sidoqoftë. Ne kemi shumë për të folur edhe për Shqipërinë tonë. Absolutisht, madje Greta më njofto të lutem kur të jetë dita botërore e kushtetutave. Po, edhe atë duhet ta kemi mirë. Edhe atë që më lajmëroj që ta heqim vendin tonë nga jo. Nga dita e djeshme, miq të dashur, kryeministri Edi Rama tani më e ka 100% edhe gjykatën kushtetuese. Ishte sigurisht në një kthes të turpshme të ngjarjeve, ndodhi ajo që ishte paralajmëruar si një çudi absurde, megjithatë me lehtësinë e papërballueshme të qenies ndodhi, por nuk ishte e vetmja. Nuk ishte e vetmja kjo. Sot kemi, miq të dashur, gjithashtu marshimin e veteranëve të UÇK-s, që u përpoq të merrte protagonizmin ditën e djeshme kryeministri bashkë me Tau Ballën e tij.
Po, i cili mbajti një fjalim në fakt që ishte patriotik, për të vlerësuar goxha. Ai këndonte dhe në sfond bokset e kuvendit kishin vënë Ilir Shaqirin me moj Evropë vjetër, si s'ma gjete një rrugë tjetër. Por, menjëherë, sa po mbaruan fjalimet patriotike, një të votuar kundër rezolutës që njeh gjenocidin serb në Kosovë dhe mbaroi patriotizmi pa lavdi në mënyrën më të shpifur, më të pështirë, më nuk e themi dot se është emision gjesi ajo që ndodhej ditën e djeshme në Kuvendin e Shqipërisë, megjithatë pshurrën mbi gjakun e viktimave të konfliktit dhe të gjenocidit serb në Kosovë, edhe u shkundën, edhe mbyllën prapë zinxhirin në fund dhe thanë që ky ishte një seancë kuvendi cilësore. Ndaj jemi kurioz të dim ditën e sotme, miq të dashur, sa patriotësh Rama mendon ti? How much? Cilat janë shkallët e vlerësimit? 2 do të thoja unë. Nga 0 të 10. Është shumë e vështirë. Është vështirë. Tele material aty që na ndjekin. Vlerat negative përfshihen? Jo, nga 0 them. Nga 0. Se përfshi dot. Sa mendon ti? Hajde Greta, fal. 1.75. Thua ti? Po. Nuk e di që të thonë ata që na ndjekin. Se duan mbaj dhe mirë në një farë mënyra. S'ke faj më do punosh dhe në vende tjera përveç syrit. Ti plus që edhe në treg. Ne tjetë këtu lajta e kemi marru historinë tonë. Ndërkohë që të dashur na e tregoni ju në 069 27 22 27 2. Jemi duke mirëpritur telefonatat tuaja, po ashtu dhe mesazhet, ndërkohë që po na ndiqni nga ekrani i Syri Televizion, po ashtu në Syri FM në 89.8 MHz, gjithashtu në live streaming në YouTube, për të mos haruar dhe syri.net, për të rifreskuar me të gjitha ngjarjet e bukura që janë duke ndodhur në Shqipërinë tonë të dashur. Ose me të gjitha ngjarjet paçaure. Paçaure. Sa fjalë të reja kemi mësuar. Po pra, është shkollë kjo ti, sa të rrosh do mësosh. Jemi rrjetur duke mësuar për institucionet. Rrjetur apo rrjatur? Ishte diçka midis S dhe A. Ishte si ajo gërma nordike, ajo e bashk. Rrjatur. Nuk e themi dot se do na dalin noflla vendit, do kemi nevojë për ndërhyrje maksilofaciale. Megjithatë, sa patriotësh Rama është pyetja që kemi për ditën e sotme, telefonata na e thot, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, alo. Mirë se erdhe. Më thoni. Për këtë temën flisja, sa patriota është. Ai sa që është Napoleon Zervo dhe Ranković, është mund të jetë dhe ai. Okej, ka stimet e idhura. Dakor, Dhe tjetër. Po. Për gjykatat, pavarësisht se sa është tema. Këto gjyqtarët tonë, si shkalla Durrësi, si shkalla lartë, nuk din të lexojnë aktin e trashëgimisë. Nuk njohin trashëgimtarët, kanë bërë gjyq nga 7 pjesëtare kanë kthy me 6. E kuptoj. Se që kanë bërë, dhe i vjen keq për incidentet që ndodhin. Po sigurisht, i vjen liksht. Dhe pastaj thonë, një dhe gjykat kushtetuese shko në Strasburg, një pensionist me 200.000 lekë pension. E vërtet është dhe kjo. Goxha tentative është. Ju faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën tuaj. Ndërkohë, mirëmëngjes Flavio, dihet si po qeverisë ky, ne i di më mirë se plugu. I din qytetarët më mirë se plugu, por si do vazhdojmë me këtë mënyrë? Po që se di më mirë se plugu, duhet ishte mënyrë si do vazhdojsh. Po vazhdojmë kështu, bëjmë vetëm ashtu me rigon. Ju flisni në televizion, në flasin të kafja, ky ose këta vjedhin me të dyja duart. Ka një zgjidhje për këtë, është interesante goxha, pak e dhimbshme, por rregullohet. Nuk thash gjë, pse më shef si ama. Përshëndetje yje, i bëj thirrje shqiptarëve sot në 17 protest për rrëzimin e Edi Ramës. Ju përshëndes. Nuk do ishte ide e keqe që protesta që kërkon lirimin e herojëve të UÇK-s të kthehet me një karakter antiqeveritar. Do ishte shumë interesante. Ndërkohë, patriotizmi ti 0%, dua të theksoj se çfarë lloj monstri është Ramoviçi, me atë që do të bëjmë me demonstratën që është sot.
kur dihet botërisht çfarë politike bën ai. Bashkë me grupin anti-shqiptar që mblidhen sot në Tiranë, duan të tregojnë pro Vučićit, aty respekte Flavit. Dakord, ndërkohë mirëmëngjes. Pse çfarë prisni dje në parlamentin ton? Janë Nipri dhe mbesat e Partisë së Punës, shkurt PPSH. PPSH. Ose PKSH, që nga 41 ishi. Nga e para, është. A jemi origjinale. Po kujtojmë edhe Pax Serbin. Po në fakt, si e kishën ata dy? Popovici me Dukoshën? Mushan Dugosha. E më mjetë qikë sponsor, ishë paka shumë si Soros si sot, ishin Sorosat e kohës. Megjithatë, një faqe e lavdishme mund t'ishte kthyer, por u kthyer një faqe turpi për historinë e kuvendit të Shqipërisë, miq të dashur. E rrëzuan rezolutën për njohjen e gjenocidit serb në Kosovë, mazhoranca. Ta shohim pak me video, se duhet një dëshmi video. Duhet patjetër. Njëshin të lutem. Kërkesë për mocion me debat të finalizuar me rezolutë në lidhje me njohjen e genocidit serb në Kosovë. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Votimi është i hapur, procedura e votimit, një votim elektronik, hapet votimi. Hapet votimi. Opa. Vota kundër me karton, 72 vota kundër. Kërkesa nuk miratohet. Kjo që keni bërë sot është një skandal, është dekapitimi parlamentit. Keni bërë thjesht një dialog ti dhe Taulan Balla dhe askush tjetër. Edhe sikur të kishim qenë në kushtet e kaosit në seancë ku nuk merret dot vendim dhe nuk zhvillohet dot seanca, ti ke pas vetëm një rrugdalje sot. Neni 66 që të jep vetëm një prerogativ, ndërpritet seanca dhe lejohet dhe caktohet një datë tjetër, jo të ndërpresësh diskutimet e deputetëve. E pesi u skuq krau E pash dhe nuk... i mazhorancës. Po ç'nenje, ku e... Pse u organizu... Ore, si s'doli asnjë nga pëse... Dakord, më... Po pra... Nuk donin me që e propozoi opozita. Po në një përsede, në një që ka në kushuri nga Matan Morinës, në një që ka Krushqie, s'ka asnjëri nga ata gruan ose burrin kosovarat. Nuk e di. Dakord... E çmerrshme. Treshin ma e pak të lutem ndërkohë për të dëgjuar ca etiketime për këtë çështje. Kishte përgatitur fjalimin 1 orë, e kuptoni ju? Do fliste 1 orë. Por nuk det dot. Edi Rama ka faktur se është një armik i egër i Kosovës. Ju kujtohet ju projekti për ndarjen e kufive? Ky ka qenë promotor kryesor. Ju kujtohet Ballkani hapur kur Kosovën e futën në hartën e Serbisë? Ky ka qenë autori kryesor. Ky është vendim politik i Partisë Demokratike, mbështetjet time të plotë. Ish udhëheqjen politike të Kosovës në Hag, për cilën deri tani nuk kam pa asnjë provë të vetme inkriminuese. E vërteta është që ata kanë qenë në Tiranë shumicën e kohës. Kanë ushtruar autoritetin aq sa kanë patur mundësi ta ushtrojnë nga Tirana. Por dhe këta nuk janë të partë. Dakord, të ecim me tjera mesazhe miq të dashur. Mirëmëngjes, Syri patriot, nuk e ka as në fjalor këtë fjalë, por Paçauja e kishte mësuar fjalën institucion. Me vërtet? Jo, është institucion. Kur e mësoj? Ja ta dëgjojmë një, të lutem, ma e pak shtatën. Ua, sa të respektuar, u çudita tani. I nderuar kryetar, kjo sjellje që po ndodh këtu në këtë institucion ka ishte duhet të tolerohet nga ana juaj. Dhe të dy këta parafolësi që sapo folën duhet të kërkojnë falje. Ç'është kjo paçaure, nga e keni dhënë të fjalë. Ç'është kjo që janë këto fjalë dhe këto ofendime që përdor zoti Noka. Ua, jemi në institucionin këtu që të kanë votuar ata qytetarët, nuk jenë në këtë fjalorin e rrugëve që ti përdor. Kujtohu ku je sot këtu. Faleminderit. Shumë faleminderit. Në të njëjtin moment ishte duke ju referuar parafolësve që folën. Mbase parafolësit nuk kupton dhe gjëra tjera, kështu që ishte detyruar të specifikonte. Parafolës mund të jetë edhe për parafangot, për... Nuk e di.
E po mirë, mirë standardi joni i parlamentarizmit. Më pëlqen. Të mendosh nga ka filluar parlamenti, nga Kuvendi i Shqipërisë, nga cilët emra, cilët njerëz. Dhe ku jemi. Dhe ku do shkojmë? Nëse këtë legjislaturë është Zeqineja, kush është legjislaturën e ardhshme? Serena Sula, këtë do fusin. Suadën, që janë këto TikTok-ët? Më thuaj çfarë emra TikTok-sh? Nuk e njoh, nuk është fusha. Dakord, mund të jetë edhe më mirë, mund të jetë edhe më keq, nuk i dihet. 069 27 22 27 2 miq të dashur. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë erdhe. Hamo? Jepi! Hajde, se kemi punë. Ato, mirëmëngjes. Më thuaj. Përshëndetje. Nderime. Gjatë djalli miri e se s'ke frikë nga severia, Allah të bukë zoti. Bash shumë Shqipërije, bash gjallë Shqipërije, pe ti thëtë. Se di është kompliment apo kërcënim kë? Ato e Kosovës, e di ku jetë ato. A nuk e dëgjoj mirë, zotrin? E të më gjënë mija. Ja. E ti një se ku jetë ato. Ato janë morra mëdhete Shqipërisë, jetë morra mëdhete, i ka shpojë kanë vrahë, Kosovorët e natja, janë jetë morra mëdhete, i ka shpojë kanë vrahë mëdhete, atë jetë qapë të pëzmohë. Zotri, kam përshtypjen jo vetëm unë së të dëgjon mirë, faleminderit për telefonatën. Përshëndetje, nuk e di çfarë teme keni, një sekond. Nuk e di çfarë teme keni se nuk na e merr syrin. Po, si s'ta merr syrin? Si Ç'është kjo s'ta merr syrin? A ke YouTube ti aty? A ke web? Ç'a bën kështu? A ke radio? Sa për protestën është budallik të bëhet në Tiranë, pasaqe le dali, por popullin shqiptar ngrihet për bukën e gojës, spitale skandaloze, pensione skandaloze, arsimi skandaloz, çmime skandaloze. Edi do që ta shesi Kosovën te Vučići. Buxhalet e batonat e ca media si Topi e Klani janë pro-serbis. O popull, ngriuni për veten tuaj. Dakord. E thot ky reagim nga Kosova sa patriotësh Edi Rama jeni njisha. Dakord, nuk e shoh dot reagimin se është një link YouTube-i, do të shkojmë te YouTube-i ta gjejmë atë. Po prap Zeqineja është. Po Zeqineja do jetë patriote mendon ti? Është nga ato që mund dalin në chat për shkak. Po. Po varet me kë. Çalloj çete. Çalloj çete, edhe patriote për cilin vet. Nuk e di. E shoh shumë ekspresive, në fakt, kam përshtypjen duhet të jetë. Ajo mund të jetë çeta e profetëve. Pse pikërisht profetëve? Them se i shkon. Ta gjejmë edhe një dje, se sot ishte mësuar fjalën institucione. Po dhe si ishte institucione? Institucione. Ta gjejmë çik dje. Që qytetarët kanë bërë në këtë institucion me 36%. Kjo gjë e tregon se besimi i qytetarëve është i rritur ndjeshëm. Nuk ka ndonjë gjë për qeshur këtu, po themi realitetin. Vazhdojmë pyetjet. Ju lutem zoti Gjoni Qetësi. Pyetja e zonjës Çaushi. Ndikon tek besimi dhe është e lidhur me besimin publik i cili. Ore ju kujtoni se është për të qeshur kur ngatrohet regjia. Është më akoma më për të qeshur pyetja që bën. Që nuk po e shkon të këta janë pushteti, presupozohet që Spaku duhet ta kenë armikun kryesor se Spaku këta do jetoj. Se këta kanë buxhetet në dorë. Jo, këto e adhurojnë Spakun, rastësisht. Prandaj them që mund të jetë patriota. S'kishte shku mendet e kjo. Dakord, ecim me tira mesazhe. Nëse shefi ynë i madh e njeh turpin, ai ka turp vetëm të jetë patriot. Për gjithë çfarë bën është krenar bashkë me ata që bëjnë freskë, vetëm nuk bën dot. Po ka ata ajdutët, drogaxhin dhe ignorantët që për çdo gjë të mrapsht që ai nxjerr nga goja, ngren kartonat dhe bro rasin. Mirëmëngjes, Flaviu, sa patriotësh Rama ja tregoi më së miri Flamur Noka me atë mesazhin. Ky kryeministër bashkë me ballën që i bën kombëtarës pyetje në ç'a klubi doni të festoni. Si duket i menaxhona i vet. Kam përshtypjen në mbulon një sektor tjetër, po që ka lidhje me infrastrukturën e shpërndarjes së klubeve. Nuk përjashtohet, ndoshta. Me siguri. Mirëmëngjes, se tregoj dje se sa patriot është, por patriot serb ama. Dgjoj, edhe Bën sens. Edhe ajo nuk është domosdoshmërisht gjë e keqe. Politikisht është korrekte e shtruar në këtë mënyrë, por është e tmerrshme. Është patriot serb.
Bukur shumë kjo. Mirëmëngjes Flavio. Urime nga zemra nga Italia. Faleminderit shumë, të përqafojmë. Sa për temë, thot i mesazh tjetër, Rama është patrioti i Serbisë. Babai i tij shiti Kosovën bashkë me Veroxhën. Kosovarët sot nuk duhet ta kalojnë traun për Tiranë. Lesi sot e kanë bërë dhe falas. Sot është falas, po. Bërë dhe falas, po se ata vetëm sot janë veteran. Nesër nuk janë veteran, është tjetër gjë nesër, nuk ka lidhje me sot. Ndërkohë kam qesh me lot kur foli Zeqineja. Sa pasoja ka shkaktuar në publik fjalimi Zeqines. Në qëfë se Edi Rama është patriot, mua më ëngëshin tanë qente bulqizës. Para vitit të rritë. A fatë. A i është tradhtar, nuk bëhet, e të vinë tradhtar i rrofë të demokracia nga bulqiza. E kuptuam që ishte nga bulqiza mesazhe. Mirëmëngjes Flavio, po sa patriot në del kjo Taulant Balla. Gjakon e ka i qik Vučić. Sa niveli larti... Ishte. Të mos e shpjegojmë se nuk... Ja dikush që ka qenë i mirë në gjuhë letërsi. Vazhdojmë me telefonat, alo, mirëmëngjes. Flavio. Urdhro. Mirë u gdhin. Fuqishëm shumë. Për mua është një pyetje alo. Për mua një pyetje shumë interesante. Faleminderit. Dakor të? Dakor. Shiko, unë ka vetëm gjithë ta intelektual, më fali minutë, gjithë ta intelektual që dalin në revista televizive, ajo në ma patriot që Rama ata? Ndoshta. Nësa, i thush Ramës patriot, për komin shqiptar, do t'i themi e sa pas të tonit, patriot, që janë ranë Francë, në Paris. Kaq, një të gjokshim. Dakor, faleminderit. Nuk e gjova këtë pjesë në fundin me Parisin? Asu nuk e kuptova shumë. Dakor. Mos na thonë pastaj se latës. Më vjen keq për ato që nuk u pëlqen Zeqineja. Sepse ka ca talente ajo që si ka njëri tjetër, thot Adriani nga Shkodra. Adrian nuk e them dot atë që kam për thëmë, por nuk është domosdoshmëri. Që ti bëjmë që na ndjek ama, se nuk i them dot ca gjëra tani. Mirëmëngjes Flavio, Ambrozia është gazetarja më e mirë që ja plasi Ramës në sy në lidhje me Kosovën. Patjetër. Mirëmëngjes Flavio. Edhe me zotin Balla ishte. Ishte në formë. Është qëllon të jetë në formë rregullisht, ajo. Mirëmëngjes Flavio, Rama është patriot sa Hamza Kastrioti. Sa Enveri që kishte për tutor Mushan Dugoshën dhe Miladin Popovicin. Sara Mizalia që ishte komisar brigadi që bëri masakrin e Tivarit. Rama është krye tradhtari, ka dëbuar shqiptarët e Kosovës i kanë ngulë thika pas shpine. Dakord, ndërkohë Edi Rama është patrioti madh për dollar. Ka drejt me këto 300.000 pensionistet pa punë që kanë më pak se 150 euro të ardhurar në muaj, e sërish votojnë Ramën, edhe qeveritarët e tij të bërë miliarder prej 12 vitesh. Prej 4 muajsh Flavio na gënjyen se do merrnim pagën e dëmshpërblimit të burgosurve politik. Akoma nuk na i kanë dhënë. Këta thanë që do i paguanim kur çuam në shkres për informacion. Përshëndetje Flavio, Edovici është anti-shqiptari më i keq dhe anti-Kosovë, njësoj si Miloševiqi. Okej, është opinioni jot. Mbrëm në emisionet televizive që thoshin që antarët e gjykatës kushtetuese votuan kundër vetes tyre. Por kjo lloj race për partinë ja fut babës, nonës, fëmijës në fund edhe vetes. Vetë shkatrimi. Jo, ishte pak e... Sidomos që dëgjova ca dje nga mazhanca të shqetësuar për pavarësinë, për kështu, sidomos një kolege që kishte gjatë gjithë kësaj kohe gazetare që kishte shkruar shumë pro Sokol Sadushit, dje ishte shqetësuar për pavarësinë e komisionerit kundër diskriminimit. Nese, gjërat të shëmtuara ndodhin në këtë vendin ton, por kjo nuk na e humb entuziazmin. Asnjëherë. Dëgjoj se u morëm shumë me këtë patriotizmin, do na thuash çfarë po ndodh? Patjetër që po. Kemi vetëm lajme të mira. Lajme të mira. I përcjellim një herë. Jam i bindur.
Partia Demokratike ka depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kërkesën për regjistrim në zgjedhjet e pjesëshme lokale të 9 nëntorit që do të zhvillohen në 5 bashki të vendit. Më herët është regjistruar në KQZ edhe Partia Socialiste, Lëvizja Bashk dhe Lëvizja Shqipëria Bëhet. Zgjedhjet e pjesëshme lokale do të mbahen në 5 bashki të vendit, në Mat, Vlorë, Cerrik, Berat dhe Tepelen, duke përjashtuar Bashkinë e Tiranës pasi gjykata kushtetuese rrëzoi dekretin e presidentit Begaj pas ankimimit të Erjon Veliajt për shkarkimin e tij. Fushata zgjedhore do të nisë zyrtarisht më 1 nëntor deri më 8 nëntor, që do të jetë heshtje zgjedhore. Kandidatët e PD në 5 bashki të vendit do të jenë të gjithë të pavarur dhe me mbështetjen e opozitës. Konkretisht në Tepelen opozita do të përfaqësohet nga Gabriel Guna, në Vlorë nga Dionis Sota, Eduard Braklika për Bashkinë Mat, Amarildo Hoxha në Cerrik dhe Pal Shkarpa për Bashkinë Berat. Partia Demokratike ka marrë një vendim politik për të mos marrë pjesë në protestën që do të zhvillohet me liderët e UÇK-s në Tiranë. Teksa theksoi mbështetjen për të gjithë të arrestuarit në Hag, Berisha tha se ndaj tyre nuk ka asnjë provë që mund të faktojë pretendimet e prokurorisë. Sipas kreut të opozitës, Edi Rama është kundërshtari më i madh i Kosovës me këto veprime që ka ndërmarrë. Me 72 vota pro, Parlamenti ka rrëzuar kërkesën për mocion dhe për komision të posaçëm për abuzimet me fondet i PARD, një skandal i denoncuar edhe nga emisioni Plug në Syri Televizion. Kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi tha se mazhoranca nuk do mocion pasi paratë e dedikuara për fermerët kanë shkuar për babain e Suel Çelës dhe ka qenë një privilegj i kryetarëve të bashkive të majta. Emisioni Plug ekspozoi faktin se 33 milion euro të i PARD kishin shkuar për njerëzit pranë qeverisë. Ditën e djeshme në GKK është zhvilluar seanca për dosjen e Plumbi Art, ku Erion Alibei, penduar i drejtësisë, ka folur për krimet ku ka qenë i përfshirë. Ai u shpreh se ka financuar vrasjen e Dorian Shkozës, krimin e ndodhur më 2 mars 2020, pasi Shkoza ishte përfshirë në vrasjen e vllajt të tij në masakrën e Bradasheshit. Në atë atentat mbeti i vrarë edhe Angelo Avdia, për të cilin Alibei tha se nuk kishte asnjë njohje apo problem me të. Alibei tha se është pjesëmarrës edhe në vrasjen e vëllezërve Haxhia, ngjarje ndodhur në Durrës. Erion Alibei ka rrëfyer se është pjesëmarrës edhe në vrasjen e Emiliano Ramazanit, Regis Runajt dhe Bujar Hoxhës. Pensionet mesatare në Shqipëri në raport me mesatare në Bashkimit Evropian po vinë me ulje për llogarit Instituti i Vjenës për studime ndërkombëtare. Kjo do të thotë se pensionet në Bashkimin Evropian vitet e fundit janë rritur me ritme më të larta se në Shqipëri, duke e thelluar edhe më tej hendekun. Ekspertët e Vjenës përllogarisin se pensioni mesatar në Shqipëri ishte 8% dhe mesatares europiane më 2022-shin, një diferencë që tregon hendekun e madh social dhe ekonomik që qytetarët shqiptar përballen në moshën e tretë. Trendi i rënjes pas pandemisë lidhet kryesisht me nivelin e ulët të ardhurave shtetërore për sistemin e sigurimeve shoqërore, informalitetin e lartë në tregun e punës dhe mungesës së mekanizmave që rrisin pensionet sipas kostove reale të jetesës. Tensionet jashtë janë shtuar në zemrën e Bashkimit Evropian lidhur me vetë strukturën organizative dhe ekonomike të organizatës. Kancelari gjerman Friedrich Merz ka kritikuar ashtë për udhëheqjen e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë një fjalimi të mbajtur në Bundestag. Merz bëri thirrje për nevojën e menjëhershme për rishikimin e rregulloreve europiane, ndërsa kritikoi Bashkimin Evropian për rritje ekonomike të pamjaftueshme dhe burokraci masive. Merz po ashtu deklaroi se Europa duhet të jetë një forcë ekonomike, politike dhe forcë ushtarake, ndërsa theksoi nevojën për të patur fuqinë e paqes në arenën ndërkombëtare. Dakor, miq të dashur, vazhdojmë me të tjera mesazhe. Përshëndetje, ai nuk mund të festonte ditëlindjen e diktatorit dhe organizoi këto manifestime veteranët e luftës në thonjza të UÇK-s dhe pjesëmarrësit do jenë veteranët e Shqipërisë me pensionin qesharak. Interesante edhe ky këndvështrimi mund të përfundojë ashtu, po varet nga lloji i shallit që do mbajnë. Po. Shumë specifike. Vetëm i kuq. Lloj, ngjyra.
Përshëndetje Flavia, Rama dhe pëse nuk kanë lidhje fare me patriotizmin që mos të njohësh gjenocidin serb, ndërkohë që e gjithë Shqipëria mbajti dhe ndihmoi, nuk mbajtëm dhe ndihmuam, thjesht bëm atë që duhet bënim. E vërtet, pra. Si duket Ramovicit, i duket se kishin ardhur për turistë dhe jo që i vranë i pren përfshi dhe gratë shtatzana, turp. Syri mirëmëngjes, përderisa deputetëve të PD-s nuk ju pranohet as pro dhe as kundër, as e drejta e fjalës, për çfarë do të shkojnë në parlament, të dëgjojnë si shet mend Padrino apo si flet Zeqineja? Si flet Zeqineja? Si Padrino jo njëherë. Por si Majthanës ndoshta? Ndoshta, po. Imagjino Zeqineja t'ja vërë emrin të birit Zeqo, për shembull. Shkon. Edhe mënyra si flet i shkon. Pse interesante është që Zeqineja t'ja vërë emrin të djalit vet eventualisht një ditë Zeqo. Interesante. Është dhe shkurt për emrin e vet. Shkon edhe me si me Zeqo ose Majthanës. E vërtet. Edhe me Z nis. Po. I shkurtër. Njëta shkronjë. Po burri si duhet ta ketë emrin apo Zorro? Vazhdo me publicitet. Vazhdoj me publicitet. Rikthehemi pas pak. Qëndroni me ne.